Moti i keq i shoqëruar me rreshje të dendura dëbore dhe ngrica ka shkaktuar probleme serioze në zonat malore të Elbasanit të mbrëmjen e sejtës. Prej befasisë apo dëshirës për të shijuar mantelin e bardhësisë, me dhjetra qytetarë u përballën me vështirësi, aq sa u desh ndërhyrja e autoriteteve për t'u kthyer në banesat e tyre. Situata më delikate u raportua në Gramsh. Një automjet tip Foristrat me 3 persona brenda mbeti bllokuar mes dëborës në aksin rrugor, ku kurovje në zonën malore të Gramshit. Personat e bllokuar ishin banorë të zonës, të cilët po ktheheshin nga puna e përditshme në fshatin Kukur drejt banesave të tyre në fshatin Rovje. Të shqetësuar për gjendjen e tyre, banorët të fshatit u nisën në këmbë për t'i gjetur dhe për t'u ardhur në ndihmë, pavarësisht kushteve të vështira atmosferike. Sa kaq një tjetër automjet me 3 persona mbeti bllokuar në fshatin Shmil, në zonën e njësisë administrative Labinot, pasi rruga u bë e pakalueshme si pasojë e borës dhe akullit. Personat e izoluar kërkuan ndihmë, por ndërhyrja rezultoi tepër e vështirë për shkak të terrenit të thyer dhe kushteve të pafavorshme atmosferike. Situatë problematike u raportua edhe në fshatin turistik Gjinart, bashkisë Elbasan, ku disa automjete u bllokuan në akset rrugore malore. Autoriteti rrugor shqiptar ndërhyri për të normalizuar qarkullimin dhe për të ndihmuar drejtuesit e mjeteve të mbetur në rrugë. Sipas informacioneve, pjesa më e madhe e qytetarëve të bllokuar në rrugët e fshatrave malor të mbuluar nga dëbora ishin nga qyteti i Elbasanit dhe kishin udhëtuar drejt këtyre zonave për turizëm dimëror, duke injoruar thirrjet e vazhdueshme të autoriteteve për përdorimin e zinxhirëve dhe pajisjeve dimërore. Mjetet pa zinxhir u bën shkak kryesor i bllokimit, duke vështirësuar edhe ndërhyrjen e shërbimeve emergjente. Autoritetet u bëjnë sërish apel qytetarëve që të shmangin lëvizjet e panevojshme drejt zonave malore gjatë kushteve të motit ekstrem dhe të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor për të garantuar sigurinë e tyre dhe të tjerëve.